çdo fëmijë është i unik, i bukur, i gjithanshëm dhe duhet vërtet të kuptojmë kush është fëmia i tyre. Të dimë se si ta shprehim atë çfarë ne ndjejmë është shumë e rëndësishme, sepse është gjysma e asaj çfarë jemi. Okej. Dhe nëse këtë e bëjmë në mënyrë të mirë, të shëndetshme, dimë se si ta bëjmë, edukohemi në këtë gjë, këtu është gjë më brillante do ta quaja, sepse ne e kemi shumë më të lehtë ta kuptojmë dhe një adoleshent tjetër përballë një tjetri kur ato bullizohen, ofendohen, nuk duke u trajtuar mirë dhe u njohur mirë emocionet, ato nuk shpërthejnë në mënyrë aq të agresive, të dhunshme, të skajshme, por janë më mirë kuptues. Për sa i përket ndërgjegjësimit, duhet të jemi si shoqëri. Të gjithë duhet jemi së bashku, të kapur dorë për dorë e fort për ta bërë këtë gjë më bukur, më me përkushtim edhe më me përgjegjësi.